Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum selam. E kam një pyetje për vete. Bismillah. Sa se vopër ka mundë se pjori juve hoxhallarëve gati, po mundona. Me Allah, shërbes Zotit në rafë. Faktikisht njeriu ka shpërblim të madh kur i shërben muslimanit. Pejgamberi alayhis salam ka thënë që ti kryj një hall ose një nevojë një vllai besimtar është më e dashur për mua se sa të rinë në xhami një muaj duke adhuruar Zotin. Ose ka thënë pejgamberi alayhis salam për punën më të dashura është të qëndrosh pranë një besimtari për të mbaruar hallën si vet. Kështu që shërbimi ndaj fesë së Zotit është dhe shërbimi ndaj njerëzve që i shërbejnë fesë Zotit. Ndoshta jo të gjithë na ka dhënë Zoti mundësinë me punu, me u angazhu me davet dhe me punë, por dikush tjetër angazhohet si ndihmues, ëh. Dhe Allahu xhelalu në Kur'an ka përmend pikërisht këtë gjë në Kur'an, thotë: "Wa jaa min aqsa al-madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u al-mursalin." Nga fundi i qytetit erdhi një burr me vrap i cili ju thoshte o njerëz ndiqni profetët. Ai nuk ishte profet, po ju thoshte njerëz ndiqni profetët. Kështu që ka prej vëllezërve dhe prej motrave njerëz cilët mundohen të rrinë krah, të rrinë pranë hoxhallarëve, njerëz që merren me davetin dhe me punët le të themi përhapjes së Islamit dhe nuk ka dyshim që të shkojë atyre shpërblimi. Pejgamberi sa ka thënë: "Ad-dalu 'ala al-khayri ka fa'ilihi." Ai që mundohet më bë sebeb për diçka është njësoj si ai që e bën atë gjë. Kështu që inshallah është hajër. Allahu të martoft.